Maska me banane që zhduk rrudhat. Kjo mask do ju befasoj. Përbërësi që do t'ju duhen për këtë recet janë një banane, një domate, një lugë çaj, gjel aloe vera. Si ta përgatisni ju këtë krem? Largojeni lëvorën e domates dhe prijeni atë më pas në pjesë fare të vogla. Largojeni farat nga domatja dhe më pas shtrydheni lëngun e domates. Ndërkohë, merrni 2 lugë çaj të lëngut dhe këtë lëng hidheni në copat e prera të bananes paraprakisht dhe më pas shtoni gjelin aloe vera dhe përzijeni mirë. Krijoni kështu një masë homogjene të cilën më pas mund ta vendosni në fytyrë dhe lëreni atë të veprojë për 25 deri në 30 minuta. Më pas pastrojeni fytyrën me shumë ujë të ngrohtë.